Sot e kena 582 vjetorin e çlirimit të trojeve shqiptare nga perandoria pushtuese osmane apo turke. Kjo festë është gjysmoke, pasi se ata nuk janë këtu. Ata që vdesin për atë dhe, ata s'kan vdek për kanë ne. I ndëruar me një datë si 28 nëntori, kujtojmë shumë veprimtari në fakt, që për neve sot që jetojmë në liri janë kthyer në ditë krenarie, në ditë feste, siç jemi mbledhur sot shumë veprimtar që i pamë edhe sot. Cila është simbolika, domethënia që jo e festoni 28 nëntorin? 28 nëntori është një festë shumë e madhe, por na si simbolike më të fundit e kemi dalën e skenë të ushtrisë njëtore të Kosovës. Edhe është një datë që na kthen historia, që na kena kontribuar për këtë punë, edhe kemi kallëzuar këtë botë se na jena në rrugën e drejtë. Bashku me ty për me kalu tek njëri tjetër kemi edhe zotin Kryeziu në fakt që nga mëngjesi me aktivitete. Unë e di që për datën 28 nëntor ti elaboron shumë, po për ty Nuk ndoshta elaborojnë shumë. Sot e kena 582 vjetorin e çlirimit të trojeve shqiptare nga perandoria pushtuese osmane apo turke. Edhe sot na kemi një festë që festojmë ditën e çlirimit 582 vjetorit, por vetë saj festojmë edhe 912 vjetorin ku ju deshtën më shumë se 5 shekuj mu çliru dhe mu festu dita e kombit ton, dita e 28 nëntorit ton, po të njëjtën ditë nga Kruja në Vlorë dhe në vitin 97 pastaj ne patëm edhe dalin publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ku kam derën ta kem edhe shokun tim, mikun tim, komandant bokserin këtu që ishte gjatë luftës dhe ishte një nga komandantët më të zellshëm të luftës çlirimtare që ne sot e festojmë lirinë dhe festojmë në këtë ditë çlirimtare. Andaj, jo vetëm këtu që kam bokserin, po gëzuar kjo ditë të gjithë çlirimtarëve që kontribuan për çlirimin e vendit, gëzuar edhe atyre që janë më krenar se ne që dhanë bijtë e vetë për vendin tonë, për çlirimin tonë, familjarët e dëshmorëve, sepse ata janë më krenar se ne, sepse familja e me ka zellë me pas një dëshmor edhe me thonë po vinë gjithë me na uru, sepse ata që vdesin për atë dhe, ata s'kan vdek për kanë ne. Edhe ata kanë ditëlindjen gjithmonë shpi edhe nipat edhe mbesat mja festuar mja uru. Andaj 28 nëntori është më shumë se festë në kombin tonë. Është edhe ditëlindja e komandantit të sakrificës sonë. Është ditëlindja e Demjasharit, që ringjalli edhe rimbushi ushtrisë çlirimtare të Kosovës me ramjen e tij. Andaj, ky 28 nëntor ka më shumë se 4 festa të ne. Është festa 5 që duhet me festu të gjitha në banë, botës, ku do që jemë, sepse jemë krenar. Festojmë fillimisht çlirimin nga perandoria osmane, pastaj çlirimin e fundit nga perandoria osmane në 1912, sepse prapë ripushtum para 531 viteve, deri në fund kur u ndam nga Serbia fashiste. Por ne thot shumë 28 nëntorit. po a do të thotë shumë për juve që nuk i kemi kererë të ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë duhet gjyku në orë, e mbase po shpresojmë që me qenë viti fundit pa ta. Këtu me festu të pak të 21. Është e vërtetë kjo festë është gjysmoke, pasi se ata nuk janë këtu. Po fote hojtim me kolegin tim ishim edhe në Strasburg, kam pas aty, po je dita që ata do të vinë shpejt, do të dalin papajshëm. Se ushtria shqiptare e Kosovës lufta ka bërë poster. Kryeziu? Historia edhe e vërteta gjithmonë dhamje, gjithmonë janë dhimbje, janë sakrificë. Andaj edhe në këtë 28 nëntor, sigur sa Demjashari ashtu dhashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Hayreddin Kuçi, Isnik Ilaj, Fadil Fazliu, Cali, mos harrova ndonjërin, Haxhi Shala, janë të gjithë me ne, janë këtu në mesin tonë, pavarësisht që mbahen pa drejtësisht të 6 vite. Ata janë shku me dëshmu se lufta çlirimtare është luftë e shajtë, është luftë e drejtë, është luftë çlirimtare, është luftë që na ka soll lirinë ne këtu. Ata nuk kanë pyet a ke nona, ke baba, s'ki as s'ki këse, i kanë hyrë luftës një mendje dhe kanë kryer luftën, na kanë sjellë lirinë. A shojnë sot njerëzit, po shojnë ata që si dinë gjonat, a shojnë ata që se kanë një familjar dëshmor, po shojnë se kanë zillime pas, a shojnë ata që se kanë pas një çlirimtar mbrenda familjes, po ata shojnë. A dikush nuk shon, ai që ka pas një mësues edhe një profesor në shtëpi. Sepse ai di vlerën, ja din
të gjitha meritat lirisë që ne kanë sjell ata studimtarë që po mbohen padrejtësisht sot në Hagë.